Ka shumë momente në jetë kur duket sikur Zoti hesht dhe nuk bën asgjë. Lutemi, presim, shpresojmë dhe gjithçka duket e njëjtë, asgjë nuk ndryshon. Por fjala e Perëndis na mëson se ai nuk fle dhe nuk pushon. Edhe kur nuk e ndjejmë praninë e tij, Zoti është duke punuar në qetësi. Si fara që mbilet në tokë dhe nuk shihet me një herë, edhe vepra e Perëndis shpesh është e fshehur për një kohë. Mos u dorëzo sepse nuk sheh rezultatet e menjëhershme. Besimi i vërtet nuk bazohet në atë që shohim, por me atë që besojmë. Në kohën e duhur, Zoti do ta nxjerrë në dritë atë që sot është e padukshme.